Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vetëm 3 gjete të kësaj bime i japin lam të mirë çdo sëmundje, ja si ta përdorni. Çaji i dafinës është përdorur gjithmonë për të lehtësuar kollën dhe të ftohurën, por përveç këtyre ne do t'ju tregojmë edhe përfitime të tjera shëndetësore, të cilat ju mund t'i merrni nëse konsumoni çaj dafine çdo ditë. Mjaftojnë disa gjete dafine, një shkop kanellë nëse dëshironi dhe mjaltë për të përfituar çajin. Ja përfitimet shëndetësore që ju do të merrni. Përmirëson tretjen. Gjetet e dafinës kanë një ndikim të fortë në sistemin tuaj tretës, duke nxitur kështu urinimin dhe si rrjedhoi, duke ulur edhe nivelin e toksinave në trup. Dafina stimulon të vjellat në rastet se mund të jeni helmuar nga ushqimi. Përmbajtjet organike të gjeteve të dafinës ndihmojnë gjithashtu edhe me tretjen dhe qetësojnë stomakun apo zorrët e trazuara. Ilaç kundër inflamacionit. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është edhe aftësia e saj për të paksuar inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtjen e tyre një element urinik të quajtur parteneloide që redukton irritimin në kyçe ose në zona të caktuara të cilat munden të jenë prekur nga artriti. Përmirëson gjithashtu edhe shëndetin e zemrës. Gjetet e dafinës përmbajnë acid kafeik dhe rutin, 2 substanca që e përmirësojnë shëndetin e zemrës. Rutini forcon kapilarët e gjakut në zemër dhe ndërkohë që acidi kafeik largon nga ana tjetër kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Përmirëson problemet me kollën dhe frymëmarrjen. Vaji i gjeteve të dafinës mundet të përdoret për të lyer kraharorin për të kuruar disa nga problemet me frymëmarrjen. Nëse ju nuhasni avullin e gjeteve të zjera të dafinës, do të ndiheni shumë herë më mirë. Avulli gjithashtu do të arrijë të zbusë sekrecionet dhe do të shkatërrojë bakteret në aparatin e frymëmarrjes. Gratë shtatzën nuk duhet ta përdorin vajin e dafinës. Përmirëson shëndetin e flokëve. Nëse dëshironi mundet të përmirësoni shëndetin e flokëve dhe të hiqni qafe zbokthin, atëherë përdorni me patjetër gjethe dafine. Lagini gjethet në ujë dhe fërkoni skalpin e kokës pas larjes. Përbërësit kimik të dafinës do të heqin zbokthin dhe do të zbusin lëkurën e thatë. Parandalon diabetin. Gjethet e dafinës kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Konsumimi i rregullt i gjeteve ulë gjasat e shfaqjes së sëmundjeve dhe episodeve diabetike. Përmirëson gjithashtu ankthin dhe stresin. Dafina ka një efekt lehtësues dhe qetësues. Së bashku me trumzën borzilokun, dafina ka në përmbajtjen e saj linalol, një substancë e cila ul hormonet e stresit në organizëm. Hormonet e stresit që çlirohen në një periudhë afatgjatë janë më të dëmshëm për trupin. Ndaj, gjethet e dafinës të ndihmojnë të qetësoheni edhe në momentet tuaja më stresuese. Vaj ulliri me gjethe dafine, kura për të trajtuar variqe dhe dhimbje të kyçeve. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 60 gram gjethe dafine të njoma ose të thata, 500 ml vaj ulliri. Mund t'i shtoni dhe rozmarin për aromë. Udhëzimet. Së pari coptojini dhe shtypeni gjethet e dafinës. Hidheni ato në kavanos qelçi dhe mbulojeni me vaj ulliri. Mbylleni kapakun fort dhe lëreni në një vend të errët dhe të freskët për 14 ditë. Her pas here, shkundini kavanozët e qelçit që të lejohet përzierja e një trajçme. Pas 2 javësh shkollojeni lëngun me një nap të pastër. Vajin shërues futeni në një shishe qelçi dhe mbajini në një vend të ftohtë dhe të errët. Përdorimi.
Vajin me dafin ju mundet ta ngrohni në avull dhe më pas ta përdorni të fërkoni kyçet dhe gjymtyrët të cilat ju dhëmbin. Përveç kësaj, vajin shërues mund ta përdorni dhe për të trajtuar ulçërën limfatike, migrenën dhe gjithashtu infeksionet e veshit. Nëse keni dhimbje të forta koke, aplikojeni atë në të dy anët e kokës dhe dhimbja do të ikë brenda pak kohe. Konsumimi. Këtë vaj ju mundet që ta përdorni për problemet e mëlçisë dhe stomakut dhe oreksit. Mundet që të konsumoni një lugë gjelle në mëngjes esëll për plot 30 ditë. Kurën ju duhet që ta përsërisni nëse e ndjeni të nevojshme. Medafin kundër gripit dhe bllokimeve dhe sekrecioneve. Kura me avullin e lëshuar nga dafina i hap rrugët e frymëmarrjes dhe gjithashtu ajo zhbllokon edhe hundët. Ekspertët rekomandojnë zgjerrjen e 6 gjeteve të dafinës në 2 gota me ujë. Pasi uji të ketë marrë val, hiqeni nga zjarri dhe hidheni në një tjetër enë. Mbulojini kokën me peshqir dhe mbajini fytyrën pranë enës. Merrni frymë thellë duke nuhatur aromat e këndshme të dafinës. Shurup kolle i përgatitur në shtëpi. Dafina përbën një mënyrë efikase për të trajtuar kollën e thatë. Kura kundër kësaj kolle përgatitet shumë lehtë në kushtet e shtëpisë. Në një tenxhere ose çajnik ne ju udhëzojmë që ju të hidhni 2 gota me ujë dhe më pas 6 gjethe dafine. Pasi të kenë nxjerrë për 15 minuta, kullojeni lëngun dhe lëreni të ftohet. Lëngun më pas hidheni në një tas dhe shtoni 6 lugë gjelle me sheqer kaf dhe lëngun e një limoni. Përzijeni mirë përbërësit me njëri tjetrin dhe lëngun futeni në një kavanoz me kapak, të cilin ju mundet që ta ruani në frigorifer për 7 ditë. Kompresat me gjethe dafine. Gjethet e dafinës janë shumë të mira kundër bronchitit. Me to ju mundet që të bëni kompresa mjaft të mira dhe shëruese. Në një tenxhere të vogël hidhni 2 gota me ujë dhe pasi të ketë marrë val, shtoni 3 gjethe dafine. Fikeni sobën dhe pas pak minutash në tenxhere hidhni një nap të cilën më pas mundet ta përdorni si kompres dhe ta mbani në krahëror. Një mënyrë tjetër është që pasi gjethet e dafinës të kenë qëndruar në ujë të ngrohtë për disa minuta, t'i vendosni menjëherë mbi krahëror. Vaji esencial i dafinës. Aroma e thellë e dafinës ju ndihmon të merrni frymë lirisht. Për përgatitjen e vajit të dafinës ju duhen 4 deri në 5 gjethe dafinë dhe 2 gota me vaj bajame të ëmbël. Pastrojeni gjethet dhe hidheni në një kavanoz bashkë me vajin e bajames. Lëreni së bashku për 40 ditë dhe më pas mund ta përdorni vajin për të përmirësuar frymëmarrjen ose kundër sinuzitit. Dafina ndihmon në zemrën. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtjen e tyre acid kafeik dhe rutin, 2 elementë që i japin zemrës forcë. Rutina forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi largon kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Dafina kundër ankthit dhe stresit. Dafina ka efekt lehtësues, çlirues dhe qetësues. Trumza, borziloku dhe dafina kanë në përmbajtjen e tyre linalol, një element e cila ul hormonet e stresit në organizëm. Ndaj gjethet e dafinës të ndihmojnë të qetësohesh edhe në momentet më stresuese kur ankthi është i lartë. Dafina kundër diabetit. Gjethet e dafinës kanë lidhje direkte me rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Konsumi i rregullt i gjethéve ul rrezikun e sëmundjeve të diabetit. Mirëpo, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pa të videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!